është një fjallë e thotë. Dojmë drejtësinë, dojmë respektu, dojmë më bëgë këtu. Nuk ka diçka që edhe Parlamenti Bullgarisë mundet me marrë një qëso rezolute, se përket gjykatës speciale, më thonë, s'ka ndonjë ndikim absolutisht, kjo s'do më thonë, asë që kanë më dënue, asë që s'kanë më dënue, asë që u kërkes më dënoni, asë kërkes më si dënoni, do më thonë, e din ata punën e vetë, thonë, veç lutëm, rëni që aty ku jeni mrena ligjit, që e kanë miratue vetë Parlamenti Kosovës. Se përket, kër e ka miratu ligjin Parlamenti Kosovës, aty ka mujtë me thonë që në ligjë, më shtit që këtë do të me përdorë simbolin e Kosovës, se ka shkru veç. Ma dje dhe ku e ka të shkru në ligjë nuk e respektan, që vetë kryeministri në Parlament këtu, i pari, më thonë, nuk e respekton ligjën u shkru ka qitë flamurin e Shqipnisë, ajo është edhe poshtnim e flamurit Shqipnisë, dikur e qëtë dikun në venin ku se ka është poshtnim. Me qitë flamurin në VC, për shemull, se ka venin, është poshtnim. Nuk kalëzën me to kur farë patriotizmi. Pale edhe vetë presidentja, edhe ta shti po kërkon pëse atje gjykata speciale, kur ti nuk e ke shru në ligjë që duhet me qitë aty flamurin e Kosovës. Ajo e ka bu një logon, cilën i ka respektu në gjyrat kombëtare të Kosovës, është logo me verdh dhe kaltër, okej, kaq. Por, tash, kur po flasim për këto për gjykatën speciale, unë për dëgjoj shumë në për studiu të folë, sikur aty po gjykohet Jezu Krishti. As po gjykohet Jezu Krishti, as po gjykohen UÇK-ja, janë të akuzuar 4 individ që nëse kanë bo shkelje të rregullave të luftës, ligjeve të luftës, ose nuk kanë bo, edhe nuk... Po, dëgja, nuk u bo kiameti, në përmet qatë proces kanë kalu edhe Ramush Haradinaj, edhe Fatmir Limaj. Pa, së është i njëti u konë një gjukatë edhe ma ase gjukatë ndërkombëtare. Po, gjukatë kredibile, gjukatë... Pa, edhe kjo një gjukatë të cënë u formun bazë nga Parlamenti Kosovës me këshillën e miqve të Kosovës dhe financimin e miqve të Kosovës. Dhe nesër, unë nuk e di nëse nesër i shpollë pa fajshëm kjo gjukatë, që kanë me thonë këta që përshojnë gjukatën ditë e natë? A kanë me thonë që kjo konë gjukatë e keqe, a gjukatë e mirë? Po si gjukatën kushtetuese që për i konvenant vetëvendosis që shpitejka? Po, ndëgjëm, nuk... Po së mundet me konë gjukata jonë kushtetuese, nivellit më të lartë, profesional, me integritet... Po, pëse shoj, këj folë veç një sekundë, pëse shoj gjukata, sepse kemi 2 raste, kur ka dëshmu anësin dhe ka funksionu në kundërshtim edhe me ligjet ekzistuese edhe të Kosovës. Ka shkel drejta të meloret njerit mëre? Edhe ligjet, unë e kom vizitu... Krejti ka shkel. Unë e kom qenë në dhomën dhe specializumi, kom vizitu shumë bashkë vëtatarët atje. Sjellja atyre, është sjellje ma të epër sas njerëzore. Po të thëmë shumë sinqeresht. Këta si u shpallën të fajshëm, si të pa fajshëm, gjykata speciale është të shome, se i ka shkel kej drejtat njerëzore, themelore të njere. E ki rastin me Calin, e ki rastin me të Pjetrin, e ki rastin me Nasimin edhe këta, veç pëse kanë kalëzu ku që ka që letrat. Ose veç pëse kanë prezentu letrat, si kanë quta... Kanë prezentu letrat që u ka që bi janë në zyre, e ndari kanë po publik. Ta u dovë me mas pari... Nuk e di kush i ka që, po... Jo, djetë kush i ka që. Jo, djetë kush i ka që. Ja u ka që bia sërbe edhe... Ko ka mjetë me shku qëtash prokurori, po i ka interesat kjo punë. Ta e punë, zëne. Problemi jo, s'ka pas kush me i që tjetër. Ka dalë pomjet provë që ato nuk është identifiku njeri. Madje, pas të identifiku, që kështë që së identifiku, dhjetë, shiko, që të kush e ka ato mi zbulu se kush i ka që. A më rëndësishme është ata me gjithë se që i kanë rrije dhe ato informacione, apo kush i ka pru. Edhe, shiko, edhe vetë për tribunalit. Sepse, nëse të kujtuat, kur ka pas zitën e fundit, zëtë i thashin në spital, ku pa të gritë në për media, dhe i kumë para për televizionet e ju e vazhdimisht të ka debatu, e njëta ka shkja të konë në shëshërimin e ekipes zotit Thoshi nga qanë të farë mbrojtja e Oleksit
Kështu se kërkoj fare që ndërhyjnë, po them, kjo është gjëkote njanshme, prof, për shkak se ligjet më të favorshme, të cilën edhe nëse kanë ndodhur ato raste, unë ku pas përndësim publik dhe krahat publike se po ushtria shërimtare dhe unë si ushtare e SHK-s, ku më konë për që të punë, i në organizu, për me lëftu, sa të mujmë me takat, me kretë të për me, jo kundër as kujt, as ka pas orientimi individuale, për ka pas kundër një aparati shtetëror dhe ndimës veti. Okej, mirë, se një mani për njërë të respekt për shkak që na edhe këtë teme kemi pasë edhe emisionin e kalumë, edhe kemi diskutu, po qështu do veprimi LDK-s? Këtë teme dhe shtu veprimi, po shiko, gjdo vendim që merët në parlament është drejt me votu ose mos me votu. LDK ka qenë iniciatore që më formu gjykata speciale. Asa vazhdimisht kanë kërku, më zbardh krimet e luftës, vazhdimisht kanë akuzue njerëz nga PDK-ja që i kanë vra njerëz të tyre, nuk i kanë adresue me emna, po kanë kërkue vazhdimisht më zbardh to. Në mesin e tyre, kur ka ardhur ky propozimi për gjykatën speciale, ata kanë qenë një pej, tash nuk mundën ti jequ për gjykatën speciale, e tash me dalë me thonë, jo valla, ka dalë se kam vrejtjen to. Me gjithse edhe ata, që këtë teksti që ka qenë, kanë mujtë edhe ata me votu, gjësë se nuk i shonë kundërshtim kurgjë me qëndrimet e ty në më pashme. Po më dojë, po thjesht ata kanë dashtë me kreditu, dhe më thonë, një diçka me po elektorati i të cilës por jedhë, që po shkon drejt vetëvendosjes, edhe ka ndosh me në alë atë elektorat, se kjo elektorat ka shku pikrish kër Isa Mustafa ka po koalicion në PDK-s. Me qëtë veprem mujnë me nalë rrjedhja në elektoratit? Po naturisht që e nalë në rrjedhën. Isa Mustafa, e që shmujnë me nalë që të rrjedhën kur po thu që kish ku elektorati në vetëvendosje nëse kish vepru ndryshe LDK, kur krejt vetëvendosja e ngritën dorën për këtë rezolutë. Ja se ngritën krejt. Një, kja. Po tash një, kja. Shumë rëndësi. Kja nuk o pak. Jo, vish pak se, familja ju e dini. Familja Geci, për vetëvendosja ka ditë. Kure ka pranu me kandidu. Po, kure ka pranu me paracite me Besnik Vishnja është. Po, si një... Një, edhe të e 15, si janë ku me ditë sot. Aje përfaqëson... Qëra, se brenda LDK-s... Po, po. Pas ta kanë mundu me shfajsu... Aje përfaqëson logën e vetëvendosjes. Edhe ngriti dorën... LDK-s edhe Marikona Geci ka pas qëndrime... Marikona Geci ka pas qëndrime... Gjithmon Geci, po gjithmon familja Geci ka pas qëndrimet e qarta për këtë familja Geci është edhe në LDK. Po është edhe LDK, po dhe Marikona gjithmon u distancu. Tash ato për arsjetojnë. Jo, nuk për që e kanë ngritë dorën, po familja Geci kontributin e kanë në LDK. U saru dhe unë jam krenar për këtë. Po, tha jam krenar. Po dhe LDK-ja së qaraj. Po, Mujna me qitë komunikatën e LDK. Shiko,